Ta shpje analizës politike, për aktrimin në analizë politike, i bjen që edhe shoqëni tash kime ndryshu, se përbari një kohë një klapë shoqëni se... Jo, nuk do me thonë, unë për shembull, unë me kolegët e mi edhe bashkëpunoj edhe punoj, po që, si që thash edhe ma herët, është pak fillon më bëhe bezdeshme, mas nej, jo pse të kjo pjesë ka pare ma shumë, sepse na në fund ditës punojmë për pare, për mishenje. Në qoftë se ti s'dojnë me shti dore në magjit shtetit, atër ti duhet me punu, dhe është ekzistenciale kjo, me punu. Po ideja është që në fushën e aktrimit, për shembull, nuk është që nuk ka pare, po nuk ka konsistencë. Do thonë, konsistenca është shumë rëndësi në jetë, sepse punohet me sezona, masnej e ki nga gushti, për shembull, deri në fund të shtatorit, kur fillojnë programe televizive. Ma i bjen që me politikë, i bjen veç kur është puna fushatës me pas aktivitet? Jo. Me politikë, unë nuk e kam a priori politikë, po thëmë në parim, për shembull, shumë ma shumë je angazhon, sepse ka procese të përditshme, të përjavshme, të përmojshme, edhe menoj që audienca është shumë e fokusume në atë pjesë. Shumë ma shumë se sa ti mi defry ose mi argëtu. Nuk e di pse, kanë qef shqiptarët mi pati u kapë me zeti. Se di, qa kjo pasjanë nuk di me shpjegu me fjallët mija, po... A i nga që kini zbulu dhe prej Osamiri që një kapë njone me tetin ase në pas në debate, e ka zbulu në ashtë në gjatë? Nashta mund tjetë edhe kjo, po që kur e shërë real time, për shembull, një serial, pe marë, si shembull, bashkallajkin. Edhe real time në YouTube e shisha një ditë, pavarësisht që merr shumë viewsa, po e shisha real time në YouTube, nuk shkojke 5K, 10K. Për shembull debatet televizive, edhe debati më i thjeshtë është 50, 30K, 40K, rast e 100K. Edhe kjo është diçka që për një moment duhet më nalë edhe me analizu, çka është kjo shoqëni të dashtë. E unë menoj që edhe në televizion, edhe në jetë, ty duhet me provu, mi servu njerëzve çka dojnë. Në qoftë se si hahet supa e brokollit, që ti supule, vëlla. E pse kjo fiksim kështu? Nuk e di, unë nuk jam sociolog, nuk jam psikolog me po këtë gjë, edhe me zbërthy. Po që kur nalesh e sheh për shembull një Big Brother si në Kosovë, ashtu edhe në Maqedoni, çfarë konsekuenca ka kriju në shoqëni, sot që njerëz fasjanohen, mas prajma, mas pritje, me do njerëz që... Ka të përlame. Po, domethënë çaja është edhe qëllimi, edhe njerëz e kanë gjetë këtë formulë, edhe këtë formulë për përkthejnë në lek. I marrin dhe njerëz, më të drejtën George Orwell, kur e ka shkruajt veprën në Big Brother, e ka pas një synim tjetër, ku ma shumë i prezentohet shoqënive të cilat vuajnë nga diktatorët potencial, si pezem Enver Hoxha që ka qenë, edhe syri i Big Brother ka qenë ai syri i shtetit që e ka menaxhu shoqëninë, mas në me kalimin e kohës është përkthy në reality show e kështu me radhë. Po që këta jem na dhe shoqënia jonë është kjo, është shoqëni shumë e polarizume mes veti, edhe kjo shoqëni është ka lyp kësaj lloj. Edhe unë mendoj që njerëz njohës të mirë të fushës së media, çka janë ka lyp shoqënia, këta piservojnë.